Mirëmbrëma të nderuar shikues. Zgjedhjet lokale përfunduan, mirë po jo në të gjithë komunat, sepse në komunën e Gosivarit, në komunën e Vrapçishtës, në komunën e Mavrobës, Rostush, në komunën Qendër Zhup, nuk arrit të përmbushet pragu për cenzusin i parapar prej 33.33%. Prandaj në këto 4 komunat të lartë përmendura, procesi i votimit do të përsëritet. Deri atëherë do të thotë në një afat kohor të parapar prej 60 ditëve, qeveria është e obliguar që të përcaktoj ushtrues detyre në këto 4 komuna për të kryer detyrat e kryetarëve të komunave derisa të përcaktohet një datë për përsëritjen e rivotimit. Për diskutuar për procesin e zgjedhjeve lokale në përgjithësi, e në veçanti për aleancën për shqiptarët, krahun e Arben Taravarit, ne kemi nderin që sonte në studio të kemi të ftuar deputetin e Aleancës për Shqiptarët, zoti Halil Snopçe. Mirëmbrëma zoti Snopçe, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë gjef. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Snopçe, të gjithë e dinë sepse ju jeni figurë publike që ju me profesion jeni matematicien, prandaj edhe pyetja po e hapim këtë bisedë me një pyetje krejt natyrshme dhe që ndërlidhet edhe me profesionin tuaj. Zoti Snopçe, çfarë ndodhi në realitet në këto zgjedhje lokale, çfarë u bë që nuk ju dolën matematikat juve, që Aleanca për Shqiptarët, krahu të cilit i takoni edhe ju, bëri llogari të gabuar apo ndikuan faktorë të tjerë të jashtëm që nuk arritët dot të merrni asnjë komunë nga këto zgjedhje lokale 2025. Mirë, tash një parti politike serioze. Pra, unë mendoj që Aleanca për Shqiptarët historikisht ka dëshmuar se është parti politike shumë serioze, parti politike që ka pas një platformë, një program të caktuar veprimit politik. Pra, normalisht nuk do të thënë që çdo herë bëhen llogaritë për përfitime partijake të grupeve të interesit ose grupeve të individëve të caktuara dhe grupeve të caktuara. Pra, Aleanca për Shqiptarët në përcaktimet programore dhe në platformën e saj, faktikisht ne angazhohemi kryesisht për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve shqiptar, po e të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe për këtë arsye, nëse mendoni që në mënyrë indirekte pyetja është pra Aleanca për Shqiptarët është bërë pishman me lëvizjet politike që ka bërë, mendoj se edhe këtu aludon, pra asesi normalisht nuk jemi bërë pishman. Aleanca për Shqiptarët historikisht në pjesën më të madhe të veprimtarisë së saj politike ka qenë parti politike që ka vepruar nga opozita. Pra historikisht Aleanca për Shqiptarët ka qenë kritikuesja një farforme më e madhe e pushteteve në të kaluar. Mirë, po që në fazat të caktuara ka provuar edhe pushtetet. E vërtet. Do të thënë, po ne kemi qenë kritikuesja më e madhe pra fryma ose strumbullari i opozitarizmit shqiptar. Pra këtë nuk mund ta mohoj askush. Pra BD-ja ka qenë në pushtet 20 vite e tepër në të kaluarën deri para një viti e gjysmë në zgjedhjet e fundit parlamentare kur Vleni hyri në qeveri dhe ne ishim pjesë e Vlenit. Po edhe ne kemi qenë partia e vetme historikisht që në farforme ka ditur të del nga qeveria. Pra dhe ky është fakt. Pra asnjë parti tjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka dalë nga qeveria për arsye parimore ose për arsye tjera. Normalisht, një parti politike që ushtron politik, qëllimi është të vjen në pushtet dhe nëpërmjet pushtetit të realizon përcaktimet programore, të realizon pritjet e qytetarëve dhe premtimet që jep para qytetarëve. Po normalisht, kur ka stërkëmbëza dhe kur ka prishje të parimeve, ose mos zbatim të premtimeve, ose mos zbatim të marrëveshjeve, faktikisht ne kemi dëshmuar që dy herë kemi dalë nga qeveria. E tani, edhe kur dulëm herën e parë nga qeveria, kur ju bashkangjitëm koalicionit Vlen, pra ne ishim ato faktorët vendimtar, këtë e dim publiku, normalisht, që e dhëm atë stimulin, atë motivin qytetarëve, që e bëm ndryshimin, që e quam BD-n në opozit, edhe këtë e themi se nuk jemi bërë pishman as për këtë. Mirë po, zoti Snopçe, këtë momentum politik që e përmendni, ka ndodhur derisa vendi ishte në prag të zgjedhjeve parlamentare, do të thotë ishte në qeveri teknike, po thuaj. Qartë, po du të vite prandaj edhe këtë dalje në prag të zgjedhjeve, sa mund të cilësohen si një akt i lartë që e bën një parti politike, konsiderohet që vetë se shpërbëhet qeveria dhe shkuhet me qeveri teknike. Prandaj në prag të zgjedhjeve kjo dalja e parë, sa mund të jetë përmburje, në anën tjetër aq mund të konsiderohet si kalkulim politik. Shiri, herën e parë ne, kur hynëm në qeveri me BD-n, sepse ishim në opozit, hyrëm në qeverim për ta debllokuar rrugtimin evropian në shtetit tonë. Pra,
opozita e atëhershme VMRO-DPMN e bllokonte. Po. Dakord. Po normalisht kishte një referencë të VMRO-ja, pra nuk jemi vetëm, po ka edhe një parti tjetër serioze opozitare shqiptare, e cila është opozitë dhe bën opozitën e kësaj qeverie. Dhe rrën e parë kur hyrëm qeveri ishte që të japim një mesazh edhe VMRO-DPMN-s edhe faktorin ndërkombëtar që ne do të hyjmë qeveri për të dhënë një stimul, një përkrahje qeverisë që të bëhet trysni edhe VMRO-s dhe të bëjmë trysni dhe të marrim përkrahje nga ana e qytetarëve për t'i bërë ato ndryshimet kushtetuese si parakusht për të nisur negociatat. Normalisht ti nuk mund të aderosh në Unionin Evropian përpara se të nisen negociata. Okej, kur ofruan zgjedhjet, ju keni të drejtë. Keni të drejtë kur theni përpara qeverisë teknike është ajo, por ne dolëm në opozitë për të bërë ndryshimin. Pra pas 20 viteve që ta çojmë BD-n në opozitë. Dhe arritëm atë qëllim me Blenin, sepse gjitha matjet në atë kohë thonin që vendimi i Arben Taravarit dhe Aleancës për shqiptarët ishte vendimtar për të dhënë atë stimul Vlenit. Sepse pa Arben Taravarin, Vleni do ishte një parti dhe një koalicion minor në atë kohë flasim, historikisht. Dakor, po kjo është pa mundësi. Tani, ne hynëm në qeveri si pjesë e Vlenit, ashtu. Hynëm në qeveri dhe ne kishim një marrëveshje qeveritare me kryeministrin aktual Kristian Mickoski. Unë me një medium tjetër, zoti Abedin, me një moment kur isha mysafir, thash një deklaratë interesante ishte. Thash që në qoftë se ka tendenca në përkëmbjen e interesave shqiptare në Maqedoni, atëherë ne do ta lëshojmë qeverinë. Dhe kjo nga të gjitha anët u akceptues një deklaratë jo serioze, të nesërmen doli kryeministri Mickoski tha që atë nëse është ashtu le të kenë rrugën e mbar, Po kritikuat atë moment edhe nga vetë partia juaj, zoti Snop që se dhat një deklaratë të nxituar dhe pa qenë koordinuar me subjektin që jo, nuk kisha kritika nga partia ime, po kisha kritika nga disa eksponentë të Vlenit. Partnerët e koalicionit. Ishim koalicion me Vlenin. Normalisht edhe Mickoski kur e tha atë deklaratë, sigurisht ai mendoi që gjithë shqiptarët dhe gjithë partitë politike pra interes primar kanë vetëm pushtetin, e kanë servilizmin, e kanë vazalitetin dhe nuk lëvizin ato. Po ja që erdhi një moment që ne përsëri dolëm për qeveria. Ndodhe ajo që e paralajmëruat. Pra, kur them ne, sepse hajde një sqarim që të harxoj edhe 1 minutë 2. Sepse ne kur hynëm qeveri kishim një marrëveshje gentlemane me kryeministrin Kristian Mickoski. Marrëveshja e parë ishte maksimum për 6 muaj, ne do të nisim procesin e ndryshimeve kushtetuese. Kaloi shumë më tepër kohë, ne jo se nuk shkonim përpara me rrugtimin tonë evropian, por ne shkojshim mbas. Zoti Snop që këtu më duhet ju ndërpres, sepse vetë zoti Mickoski ka përmendur që pozitën e zëvendës kryeministrit të parë kanë me marrëveshje gentlemane. Ju deklaroni që marrëveshje për çështjet fillim të negociatave me BE-n dhe hapjen e rrugës drejt BE-s se keni pas marrëveshje gentlemane. A ka pas ndonjë marrëveshje që është shkruar letër mes koalicionit Vlen dhe VMRO-DPMN-s apo gjitha marrëveshjet kështu i keni pasur gentlemane? Jo, marrëveshje ka pas 4 pikat kryesore. Sepse janë dy momente të kogja të rëndësishme për cilat ju vetë tregoni. 4 pikat kryesore kanë qenë në letër, kanë qenë publike, zoti Abedin. Pra ne kemi dalë, pra pika e parë me insistimin ton ka qenë rrugtimi evropian për atë që flas tani. Dakord? Shive, përpara se të hyjmë në qeveri me Vlenin, shumë më tepër diskutoi për rrugtimin evropian, për ndryshimet kushtetuese se sa pas hyrëm në qeveri. Pra, Kristian Mickoski, kryeministri i Vlenit, kishte disa deklarata kategorike dhe vazhdon me ato deklarata kategorike dhe ai është refuzues në këtë aspekt. Po normalisht ne nuk mund të pranojmë, sepse ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, perspektiva e vetme e shtetit ton nuk ka alternativë shtetërim pa rrugtimin evropian. Pra kjo ishte një pjesë e marrëveshjes që nuk u zbatua. Shihni, përpara se të hyjmë në qeveri si Vlen, fliteshte me seriozitetin më të madh se sekvenca e 20% që do të zëvendësohet me emrin e vërtet gjuhë shqipe. Tash, askush nuk flet për atë ndryshim. A keni ndëgjuar dikush të flet? Jo Vleni, po kur kush nuk flet, njerëzit i kanë ngritur duart. Askush nuk beson. Jo, vetëm të përmendoj. Po sepse do të diskutojmë edhe për këtë çështje. Pika e dytë e marrëveshjes ishte decentralizimi dhe zhvillimi barabartë regional. Në vend që të shkojmë përpara, ne shkojmë mbas. Shihni, kishte një vendim qeverie ku hoq diaspora shqiptare nga vendimarrja ose nga impakti në përsaktimin e numrit të këshilltarëve. Pra kishim ulje të numrit këshilltarëve për shkak se diaspora nuk u konsideruar. Që ne flasim, sigurisht do flasim edhe për cenzus. Për cenzusin merren parasysh gjitha votuesit, ndërsa për numrin e këshilltarëve diaspora u hoq. Pra decentralizimi kërkundi, zhvillim ekonomik dhe lufta kundër korrupsionit. Hajde më tregoni ju cili person është dënuar për korrupsion. Ja, kishim edhe raportin e fundit të Unionit Evropian, 2 ditë mbas përfundimit të zgjedhjeve. Thot luftoni korrupsionin. Kur i ndëgjon këto qeveritarët, ti mendon që në këtë shtet s'ka. Në këtë pyetje që shtruat, më kujtohet që një ish drejtori i partisë tuaj
tani për tani është i akuzuar për mito. Dakor, është e vërtet ajo. Po ja, unë them, hajde më tregoni cilin nga eksponentët e vjetër për cilët ne kritikojmë shumë për korupcion, ka proces gjyqësor për korupcion. Ndaj cilit? Pra, kur i ndëgjojmë këto qeveritarët tani, ti mendon që nuk ka as pak korupcion në Maqedoni, po raporti Unionit Evropian thon ndryshe. Thot korupcioni, ato e shprehin brengën e jashtëzakonshme për nivelin lart të korrupsionit dhe thonë luftoni kundër korrupsionit. Pastaj, arsye tjetër pse dolën për qeverie, të ndërlidhen me pyetjen konkrete që parashtrohet në fillim. Jo sepse ne do të diskutojmë edhe për aktualitetin e kushtetit qendror, po për t'ia dhënë rikapitulim. Pra, ishte heqje e balansuesit. Ne me të vërtetë fillim menduam që është një vendim i gjykatës kushtetuese, por me kalimin e kohës u dëshmua se kjo është një koordinim me qeverinë dhe me kryeministrin. Pra, u hoq balansuesi dhe duheshte deri në nëntorin e vitit kaluar të sillet ligji për përfaqësim drejt barabartë, dhe derisa ishim në qeveri, kërkundit nuk ishte ligji për përfaqësim drejt barabartë. Tani ka një version që është në Komisionin e Vendikut, po jemi në nëntor 2025, ka kaluar një vit të tërë dhe kjo periudhë është keq përdorur nga ana e qeverisë për punësimet diskriminuese në disa shqiptare. Bile, edhe ligji për gjuhën shqipe ka tentativa që të shfuqizohet nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe shumë të tjerë. Të rrumbullaksoj, të gjithë këto janë arsyet që ne vendosëm të dalin nga qeveria. Pra nuk janë llogarit që parashtrua gjumë në fillim pyetje. Pra këto janë arsyet dhe ne jemi stoik. Pra mendoni që nuk keni bërë matematika të gabuara, zoti Snopçe, sepse periudha prej kur vendosët ishte një momentum kohë që mori kohë, derisa Aleanca për Shqiptarët të vazhdojnë në vlenë ose të ndahet nga vleni. Dhe ajo periudhë natyrisht që e ka thënë edhe zoti Taravari në paraqitjet publike që kanë bërë natyrisht llogari dhe në fundit zoti Taravari ka thënë që ne para së gjitha që shikojmë edhe interesin tonë partijak, ajo çështja që a do të shkojmë me lista të ndara me vlenin, a do të shkojmë me lista të përbashkëta me vlenin, sa kryetar komunash kur diskutonit dhe bënit negociata me koalicionin vlen se sa kryetar komunash do t'i takojnë ASH-s, kjo nuk mund të përshkojë ndryshe pos llogaritje zoti Snopçe. Këto janë aspekte teknike bisedave brenda partijake, por pastaj këto kanë determinuar edhe vazhdimin e rrugtimit të partisë tuaj. Domethënë, unë flas për aspektet parimore. Jo rastësisht përmenda se ne jemi partia e vetme që 2 herë ka lëshuar qeverinë. Dhe këto janë aspektet parimore, arsyet e vërteta pse lëshon qeverinë. Dhe nuk ka të bëjë me llogari kjo, për shkak se ne do vazhdojmë si opozitë që të demaskojmë qeverinë, që të jemi gardian të mbrojtjes së interesave shqiptarëve, për shkak se ne nuk jemi bërë pishman sepse ne themi nuk mundemi të shërbejmë si mjet dhe të jemi parti poltron që do shërbejmë si mjet dhe mekanizëm për realizimin e qëllimeve të Hristian Mickoskit dhe VMRO të Punë në kuadër qeverisë. Sepse historia është e pamëshirshme. Historia edhe të gjykon në një të ardhme të afërt ose të largët. Dhe normalisht në asnjë mënyrë ne nuk kemi dëshiruar dhe prandaj nuk kemi bërë pishman pavarësisht rezultateve, pavarësisht euforisë fituese të vlenit, që dikush na thot në një të ardhme të afërt ose të largët se edhe ti shërbive në realizimin e këtyre qëllimeve. Si thotë ai, e shihni sjelljen e Hristian Mickoskit, si thotë ai, ne kemi plan dhe qëllim. Dhe plani jon u realizua. Pra, çka është plani jot? Ne do fitojmë thot. Kundër kujt do fitojsh? Ne do e kthem dinjitetit thot. Prej kujt e ke humb dinjitetin? A e shihni çfarë deklaratë jap ai? Angazher është zgjo sinqert se kur bisedohet për shqiptarët, për shembull thot, për shembull nuk i kam dëgjuar brohoritjet e tifozëve maqedon në Kumanov. A e shihni sjelljen e ministrës? Snopçe, ju lutem. Unë sado që po tentoj të flasim për zgjedhjet lokale, ju me automatizëm me ose pa vedi, dakor. Tani çështja unë këtu edhe numërova mbase, prej kur filluam këtë diskutim, është hera e tretë që me ose pa vedije po përmendni çështjen e pendimit ose çenurit pishman. Unë nuk u pyeta as pak se ai jeni pishman. Ju pyetet a dalin llogarit. Nëse e marrim këtë nga aspekti freudian, i bie që në vedia juaj po e përmend vazhdimisht çështjen e asaj të çenurit pishman ose të penduar nga vendimi që keni marrë si parti politike. Megjithatë po rikthejm fokusin tek zgjedhjet lokale, natyrisht në pjesën e fundit, ashtu e kemi paraparë që do të diskutojmë edhe për pushtetin qendror. Zoti Snopçe, zgjedhjet lokale përfunduan. Paraqitja e parë publike e kryetarit tuaj zoti Taravarit ishte me çka e pranoi realitetin e krijuar nga këtë zgjedhje, mirëpo mes tjerash, zoti Taravari tha që mbase edhe kemi gabuar me disa emra të caktuar. Me që nuk e kemi zoti Taravari këtu prezent, ju vini nga ajo parti, dhe natyrisht që keni diskutuar në mbledhje brenda partijake që keni pasur, për çfarë gabime dhe për cilat emra bëhet fjalë që keni gabuar zoti Snopçe, për shkak se nuk arritët rezultatin cilin e synonit, përkundër faktit që vota popullore është në favor të koalicionit pjesë e të cilit është edhe partia juaj, pra AKI-s, po prapë se prapë realiteti ky është e vërteta kjo është që
komunat për cilat keni garuar nuk keni arrit të fitoni, zoti Snopçe. Ku keni gabuar këtë drejtim? Po, betim legjitime është, do të thënë, vetëm të rëmbullokse edhe njerë, sepse nuk ishte aspekti freudian, por aspekti se kur thue llogarit, unë dusha të sqaroj në lidhje me llogarit. Kupton, kjo ishte përgjigje ime. Kupton se nuk ka të bëjë me llogarit, por ka të bëjë me çështje parimore dhe parimisht ne do vazhdojmë të ushtrojmë opozitarizmin ashtu siç kemi ushtruar. Për çështjen e opozitarizmit tuaj ka dhënë komplimente nga kjo studio dhe zoti Mexhidi që tha shumë mirë që AKI ka bë opozit që na ka ndihmuar edhe në korrigjimin e punëve tona. Pra, zoti Mexhidi tash ka edhe pushtetin qendror dhe pushtetin lokal dhe nuk mund të referohet tek të tjerit, normalisht, sepse kur jemi te zoti Mexhidi, faktikisht ai një vit është opozit e BDI-s, një vit e diçka, se nuk ka qenë asnjëherë opozit e BDI-s. Zoti Mexhidi ka qenë pjesë përbërëse e BDI-s dhe për gjithë të akuzat që ato japin ndaj BDI-s, ndaj të kaluarës, kanë qenë partner dhe bashkë kanë bërë. Pra, nuk kemi kusht çfarë ndryshimi, pra ne thashë në fillim Aleanca për shqiptarët ka qenë opozit e vetme. Dhe ne nuk kemi ndryshim në fakt. Po këtë drejtim. Pra, si tha, e citoj Kim Mehmetin, tha, një pjesë e BDI-s me udhëhequr me Izet Mexhidin fitoi pjesën tjetër e BDI-s. Pra nuk kemi një farë ndryshimi. Imagjinoni, në Struk për shembull, partner koalicioni kishin Ramis Merkon. Ramis Merko ishte paradigma e korrupsionit në këtë qytet, jo se e them unë, po e thonin eksponentët e Vlenit. Vetëm një moment, zoti Snopçe, për ta bërë qartë këtë diskutim edhe për opinionin që po ju ndjek. Sepse ju nëse tentoni ta kushtimisht thënë ta njollosni figurën e zotit Mexhidit që ka qenë pjesë e BDI-s. Jo, nëse përmendni kaluarën e zotit Mexhidit që ka qenë pjesë e BDI-s, ajo është e kaluara e zotit Mexhidit, mirë po aktualiteti sotshëm ju jeni bashkë me BDI. Në rregull, ajo është atë rikthehemi tek pyetja që parashtrova paraprakisht. Jo, okay, faktikisht çdo pyetje duhet ketë një edhe përgjigje japet e pyetjes konkrete. Sepse Vleni e akuzon BDI-n për një historik 20 vjeçare. Me korrupsion, me krim, me nepotizëm, me kuta di çfarë. Po në atë periudhë 20 vjeçare, nëse shkojmë pas në histori, edhe një herë përmendi, vetëm Aleanca për shqiptarët ka qenë kritikuese atyre fenomeneve neve deviante në qeveritë e mëparshme, historikisht. Nuk ka qenë Izet Mexhidi, sepse Izet Mexhidi ka qenë partner i atyre fenomeneve deviante, qoftë me korrupsion, qoftë me nepotizëm, qoftë me raste montuara politike të cilat nuk janë zgjedhur, qoftë me mosfunksionalitet të administratës, qoftë me dygjuhësi, qoftë me gjitha gjëra tjera. Pra, ne kemi qenë kritikuesi këtyre fenomeneve të kaluara. Nuk e mohon askush, zoti Snopçe. Mirë po, zoti Mexhidi u largua prej aty dhe ju përfunduat. Po, prandaj them, nuk kemi ndryshim me 20 vjeçaren e kaluar. Prandaj e citova zotin Kim Mehmeti. BDI-ja e Izet Mexhidit ka arrit fitoren ndaj BDI-s Ali Ahmetit, edhe pse ju e thatë vetë që të kthehemi te pyetja konkrete, sepse nuk mund të jenë dy të vërteta kundërthëniese njëkohësisht të vërtetë. Dakor? Pra një është e vërteta. Pra varet se si e definojmë ne fituesin e zgjedhjeve. Normalisht unë pajtoj me juve zoti Abedin se projekcionet e koalicionit AKI nuk u realizohen në këto zgjedhje. Ja, do të jem shumë i sinqert. Ne prisnim një fitore për një diferencë për 50.000 votave. Ne kishim një fitore për vetëm 22-3.000 votave. Dakor? Për listat për këshilltar, normalisht. Pra duhet të definohet. Kur jemi në zgjedhje lokale, çka konsiderohet si fitore? A konsiderohet numri i komunave që ke fituar? A konsiderohet numri i votave në përgjithësi që ke marrë? Për shembull në komunën e Gostivarit, ne kishim 4 kandidat për kryetar, 8 lista zgjedhore. 8 lista, pra 2 fish më tepër lista zgjedhore. Secila listë zgjedhore ka marrë vota përcaktuar, sasi votash. Që i bie se disa vota, të cilët kanë qenë për parti, kanë shkuar te donjë prej kandidatëve. Pra kandidatët për kryetar çdo herë marrin më shumë vota se sa listat për këshilltar, sepse ashtu janë mundësitë se për kandidatët për kryetar votojnë të gjitha partitë. Mund votojnë antar ose votues nga të gjitha partitë. Po sidoqoftë, unë nuk konsideroj fitore të AKI-t me 23.000 vota për lista këshilltarëve. Pra ne kemi afërsisht 40 këshilltarë më tepër, nuk e konsideroj. Ne kemi në 10 qytete, në 10 komuna në fakt, më tepër këshilltarë se Vleni. Nuk e konsideroj se fitore. Pra Vleni, thash edhe parës, pra ne thash kanë edhe pushtet qendror dhe lokal, ka më tepër kryetar. Sepse shive, dje kishim votime në Kosovë për shembull. Në Kosovë më tepër komuna, e dini kush ka fituar? Në fakt ka është numri i njëjtë mes LDK-s dhe BDI-s. Jo, e di kush ka fituar më tepër komuna? Lista serbe. 10 komuna. Ato nuk janë fituesit e zgjedhjeve në Kosovë. Po sidoqoftë, në Maqedoni them Vleni ka fituar më tepër komuna dhe do e menaxhojë edhe pushtetin lokal në pjesën ndërmuese të komunave në shtetin tonë. Ju e cituat kryetarin e Aleancës për shqiptarët Arben Taravarin. Do të thonë normalisht kur ke ti një rezultat të tillë
që nuk realizohen pritjet, pavarësisht se vota nacionale për partitë politike janë më shumë dhe për koalicionet për AKI-n, ekziston faj, normalisht, një ndër aty ku ke humbur, ndoshta nuk e ke goditur kandidatin. Kjo është shumë normale, nuk ka nevojë unë të përgjigjem, duhet të shohim në komunat ku kemi humbur, po sigurisht atje ku ka diferencë pak më të madhe, se ka disa komuna që faktor determinues ka qenë VMRO-DPMN-ja, normalisht. Për cilat komuna e keni fjalën zoti Slumçi? Po shumë qartë, për shembull Saraj, për këshilltarin e morën më shumë vota, me 600 vota të VMRO-DPMN-s është vendosë fituesi, komuna e Sarajit për shembull. Në Strug, fjala vjen, dihet mirëfilli se kandidati i pavarur në rrethin e parë për shembull ka marrë lista e Vlenit kishte 4000 diçka vota, pra AKI ka 8 këshilltar, Vleni ka 4 këshilltar, VMRO kishte 5000 diçka vota, kandidati i pavarur kishte 9000 diçka vota, që i bie se më shumë vota ka marrë nga VMRO-ja sesa nga Vleni. Shembull marr. Edhe në shumë komuna tjera. Shihësh, hajde të marrim Çajirin për shembull. Ja. Nuk e di a janë të vërteta, po tash ju në fillim më prezantuat si matematikan të llogarit. Ti bëjmë çështë llogarit. Pra në emision para shikuesve. Ja, fjala vjen. Në vitin e kaluar, VMRO e Çajirit ka marrë 3000 vota. Simjet ka marrë 1700 vota. Në Çajir, Partitë Maqedonase Simjet kanë 3000 vota më pak për listat për këshilltar sesa vitin e kaluar. Që i bien ndoshta një pjesë të votave të VMRO-s edhe për listën për këshilltar ka shku për Blenin në Çajir. Njësoj edhe në Tetov. Tetov për shembull, VMRO-DPMN vitin e kaluar kishte 7500 vota. Vetëm VMRO-DPMN. Simjet ka pas 4200 vota. Që i bie një pjesë votave të VMRO-s ndoshta edhe për listën e këshilltarëve ka shku për listën e Vlenit. Tash unë nuk e them se është e vërtet, po numrat tregojnë. Asnjëherë, vetëm këtë përmbyllje, asnjëherë nuk ka ndodhur në historikun e zgjedhjeve në Maqedoni që VMRO-DPMN-ja dega në Gostivar të merr më shumë vota se VMRO-DPMN-ja dega në Tetov. Në Gostivar ka pas 5000 vota, në Tetov 4200 vota. Pra, domethënë edhe këtu paraqitet një inxhiniering, dhe mos harrojmë deklaratën e kryeministit Hristian Miçkut që tha se VMRO goxha ka sakrifikuar për Vlenin rrethin e parë, që në farë forme u kanos te Vleni dhe arriti qëllimin që Vleni mos e përkraje as kandidatin e tyre në Bërbenicë rrethin e dytë. Pra Mickovski me atë deklarat dëshironte ta mbështjellë votuesin e Vlenit me mbështjelljen e trisht të dispatizmit ose të konfuzionit të frikës që thote në qoftë se ju nuk e përkrani VMRO-DPMN si në Bërbenicë, si në Kërçov, si në Strug, atëherë mund të vjen pyetje koalicioni dhe humbje e privilegjeve tuaja. Dhe arriti qëllimin. Ne zoti Slumçi do të diskutojmë edhe për Bërbenicën, edhe për Kërçovën veç e veç. Po, derisa po flasim për realitetin faktik, sepse këtë për llogaritë që e bëni, do thot para se gjithashtu vendosni atë prefiksin se ndoshta, do thot i bie që po çështja është se koalicioni Vlen e ka bërë në mënyrë të hapur partneritetin dhe bashkëpunimin me VMRO-DPMN. Do thot nuk është surprizuese dhe befasuese nëse votat e VMRO-DPMN kanë shkuar në llogaritë koalicionit Vlen, sepse këtë e bën krejtësisht hapur. Po çështja është se edhe nga kjo studio, edhe analistët që kanë qenë ditën e zgjedhjeve në mbrëmje në realitet, kemi diskutuar dhe analizuar realitetin ose fenomenin që ka ndodhur nga këto zgjedhje lokale. Një pjesë e madhe e analistëve kanë konstatuar që gabimi i Aleancës Kombëtare për Integrim ka qenë sepse kanë shkuar me idenë e referendumit. Një pjesë tjetër kanë konstatuar që BDI ka gabuar me dhënien e komunave partnerve përbërës të koalicionit AKI. Do thot edhe zoti Mexhidi madje tha që BDI do duhet të analizojë nëse u ka dhënë më shumë ASH-jave se sa meritonin vërtet. Dhe kur ka përfunduar komplet ky proces zgjedhor për zgjedhjet lokale, si vlerësoni ju, BDI a u dha juve më shumë se sa meritonit, apo në realitet ndarjen e komunave keni bërë në varësi të peshës që keni pasur në elektorat? Shihni, ju tash referoni te Aleanca për shqiptarët. Aleanca për shqiptarët krahoi Aleanca për shqiptarët garoi në 4 komuna, në kuadër koalicionit AKI. Domethënë kur keti koalicion Aleanca Kombëtare për Integrim, pra faktikisht formalisht saktohen kandidatët për këto komune dhe ne veprojmë si koalicion. Dhe kjo është pjesë e marrëveshjes, normal. Kur ka marrëveshje, ti duhet të qëndrosh në marrëveshje dhe normalisht ti ke koalicion. Si koalicion ne bëjmë këtë besëlidhje, quajtëm besëlidhje. A ishte vërtet, zoti Slumçi, me që e përmendet vetëm kjo beslidhje, sepse mungesa e shtrëngimit të duarve me zotit Taravari dhe zotit Cela është cilësuar si e kundërta e beslidhjes, pra nuk mund të ketë beslidhje aty ku nuk ka shtrëngim duarve.
Po të gjani tash, shive tash, kjo është politik tash, nuk e di tash ju preferojnë shtrëngim duarve, tash normalisht. Më është më e pakta që do duhet bëhe brenda partnereve të një koalicioni, zoti Snopçe. Zoti Sela sigurisht u koncentrua më tepër në Struk, sepse ai është vetë strugan. Zoti Taravari u koncentrua më tepër në to komunat ku ishin kandidatët e juaj. Kandidat sepse normalisht ta bëj shtytje ndaj antarësisë së vet. Po ja, të kthehem te kjo pyetje, unë nuk besoj që Aleanca për shqiptarët ka dështuar në këto zgjedhje. Mendoj tash nuk është korrekte të flasim për Aleancën për shqiptarët kur kemi koalicion Aki, po hajde të përgjigjem pyetjes tuaj. Dakor. Se Aleanca për shqiptarët kishte kandidat në Saraj, në Teart, në Saraj për listën për këshilltarët në fakt kemi fituar 10-9 dhe thash determinuese kanë qenë votat e VMRO-s. VMRO-s ka marrë afërsisht 600 vota dhe diferenca është 500 kusur vota. Këtë e din secili. Edhe ju e keni ditur edhe kur e keni marrë komunën Saraj. Po rregull, ne kemi pritur që Saraj do të fitojë kandidaturën me diferencë më të madhe, po ja që nuk vjen po nuk mund të thuash ti se rezultati është dështues. Jo, derisa nuk është fitu komuna, zoti Snopçe, nëse do ta kishit fituar atë çfarë do të ishte? Nëse e keni humbur nuk është dështim, është sukses sipas jush, por nëse do ta fitoni çka do të ishte? Jo, dëgjoj tash, se normalisht ti nuk mund të pretendosh se Vleni është pjesë e përbërëse e pushtetit dhe unë pajtojmë se koalicionet dhe marrëveshjet me cilën qoftë janë legjitime. Dakor, po. Unë nuk pajtojmë për shembull të bësh trafik kombëtar ti, sikurse u bë për shembull me Bërvenicën, po në fakt s'ka lidhje ajo. Në Saraj, faktikisht pjesa shqiptare, koalicioni Aki kishte më tepër vota dhe atë dëshmon numri i këshilltarëve. Ne kemi 10 këshilltar, ka 9 këshilltarëve. Në Tearc kemi humbur normalisht. Në Tearc Vleni ka më tepër edhe këshilltar dhe fitoi kandidatin për kryetar komune. Po në të dy komunat në Gostivar dhe Vrapqish ku mungonte cenzusi, ti nuk mund të thuash se Aleanca për shqiptarët e koalicioni Aki kanë humbur. Mos harrojmë, në Gostivar është diferenca më e thellë në krahasim me secilën komunë tjetër në Maqedoni, hiqe Shkupin kryeqytetin. Pra, në Gostivar, Valbon Limani, kandidati për kryetar komune, ka marrë më tepër vota se çdo kandidat fitues Vlenit të rrethin e parë. Flasim për rrethin e parë, sepse Gostivar s'kishte rreth dytë. Valbon Limani ka një diferencë prej 13.000 votave ka shi kandidatët Vlenit. Ka marrë 17.000 vota. Raporti është 4-1 në favor të Akit. Në Vrapqisht raporti është 10-1 në favor të Akit. Pra, ti nuk mund të thuash që, okay, cenzusi ka pas, kryetari nuk është zgjedh, po ti nuk mund ta mohosh vullnetin e qytetarëve. Shive, këto edhe për cenzusin referohen në një nen ligjor që ka të bëjë me 1/3. Po ju kujtoj që nëpërmjet ligjit ti nuk mund ta kufizosh vullnetin dhe dëshirën e qytetarëve. Pra, demokracia nuk është kufizim. Demokracia është barazi para shpikjes, para të vërtetës, para vullnetit të qytetarëve. Ligji është barazi përpara ndëshkimit dhe sankcionit. Dhe me ligj nuk mund të ligji është kufizues. Diçka nëse është ligjore, nuk do të thotë se është e drejtë dhe demokratike. Kur flasim për cenzusin. Pra, vullneti qytetarëve në Gostivar dhe në Vrapqish ishte shumë i qartë. Pra nuk bëj apel që mos bëhen eksperimente nga e qeverisë. Le të caktohen përsëritje e zgjedhjeve sa më shpejt të jetë e mundur. Bile kjo është e drejtë ekskluzive e kryetarit të parlamentit, që na fat prej 60 ditëve të caktojë përsëritjen e zgjedhjeve. Dhe unë bëj apel ndaj kryetarit të parlamentit, ja shfrytëzoj studion e televizionit këtu e shenja, ndaj zotit Gafrim Gashi, të tregojë pavarësi, të tregojë autonomi, të tregojë dinjitet, dhe të tregojë seriozitet, dhe të tregojë se është kryetar parlamenti që nuk bie në ndikim të tjerëve, qoftë VMRO-s, qoftë dikujt tjetër nga Vleni. Le të caktojnë zgjedhjet e përsëritura në Gostivar dhe Vrapqish përpara vitit 3, kur janë edhe grupeqit mërgjimtarët. Njëherë janë ngulën fikën në bashkinë e mërgjimtarëve, që e hoqën e përmenda paraprakish prej drejtës së tyre në përcaktimin e numrit të këshilltarëve në komuna, mos janë ngulin fikën, janë se janë këtu, mos i maltretojmë të shohim peshën e tyre, të shohim edhe vullnetin e tyre, të shohim verdiktin e tyre, sepse në afat prej 60 ditëve duhet të përsëriten këto zgjedhje. Bile edhe këtu bëhet mishmash. Tani qeveria shfrytëzon atë situatën egzaltuese të tyre fituese, themi se dhe VMRO-ja ka fitu binqëm, pavarësisht se në historikun e zgjedhjeve në Maqedoni nuk ka ndodhur që partitë qeveritare të humbin 31% të votave, se kanë 31% më pak vota. Ka një rënje, po sidoqoftë, ato janë në pozitë fituese. Rënja ka qenë evidente në dhe gjitha mos bëjnë eksperimente, se prandaj është vullneti i qytetarëve është i padiskutueshëm. Le të caktojnë sepse shive, nëse vetëm këtë asaj për opinionin, nëse s'ka cenzus, ligji parashes se procedura zgjedhore do përsëritet.
Pra këto e komentojnë që mund të ketë kandidat të ri. Po nëse ka kandidat të ri, si mund mos ketë cenzus pas herë e dytë? Prandaj logjika thotë se duhet shkohet me kandidatët e njëjtë të përsëritet rrethi i parë, sepse në Gostivar, Vrapçisht dhe dy komuna tjera nuk ka përfunduar rrethi i parë, rundi i parë. Pra rundi i parë përsëritet. Logjika thotë me kandidatët të njëjtë që ti kalojmë ato afate të tjera. Prandaj unë bëj apel te Afrim Gashi. Dhe në lidhje me cenzusin, pra problemi i cenzusit dhe këtë ta prekim. Që Gostivari në krahasim me 2021 ka 4.000 votues më tepër në listat zgjedhore. Tani ka 83.000. Një krahasim për shembull me Manastirin, që është një komunë relativisht e njëjtë me numër banorëve si Gostivari. Në Manastir në krahasim me 2021 kemi 5.000 votues më pak. Në çdo komunë maqedonase numri i votuesve është zvoglu, në komunat shqiptare është rrit. Dhe ky problem me cenzusin, e dini ku ndodh? Ndodh në ish komunën e Gostivarit para ligjit për ndarje territoriale. Në Gostivar, Vrapçisht dhe Mavrov. Që thotë se në këto komuna nuk është bërë pastrimi i listave zgjedhore. Ne kemi detektuar mostrime mira me qindra minimum votues të cilët janë ende njerëz të vdekur të cilët ende janë në listat zgjedhore. Po sidoqoftë kjo ka përfunduar. Edhe një apel ndaj Afrim Gashit, le të caktojë para vitit 3, le të tregojë autonomi, le të tregojë dinjitet dhe të mundsohet mërgjimtarët votojnë. Nuk ka nevojë të vinë prej mërgatës, ato janë para vitit këtu, është në kuadër të afatit ligjor për 60 ditëve dhe mos bëjmë eksperimente. Mos bëjmë eksperimente me vullnetin e qytetarëve të Vrapçishtit dhe të Gostivarit, sepse vullneti është ashiqare dhe nuk mund të kufizosh me interpretim të ligjeve. Thash, ligji është kufizim, demokracia është zhvillim, përparim, demokracia nuk është regjim, demokracia është praktik. Dhe ajo zhvillohet vetëm me praktikimin e idesë së demokracisë, që në asnjë mënyrë nuk duhet të mohoj vullnetin e qytetarëve, që në Gostivar dhe Vrapçisht është i padiskutueshëm. A ndjeni rrezik zoti Snop që në Gostivar dhe në komunën e Vrapçishtit nga këto eksperimente që po aludoni? Jo, nuk gjejmë rrezik, po duhet të respektohet vullneti i qytetarëve. Mos bëjmë eksperiment me vullnetin e qytetarëve. Pra ne flasim për demokraci. Në të kundërtën, ne do të dëshmojmë, qeveria do të dëshmojë se nuk është sistem demokratik, po ende vazhdojmë të funksionojmë në bazë të një sistemi totalitar, që nuk është rregull. Ne flasim për demokraci. Zoti Snopçe, kur po flasim për komunën e Gostivarit dhe të Vrapçishtit në veçanti, që është mesin e 4 komunave që nuk u arrit cenzusi. Pse ndodhi kjo situatë? Ka shpeshon koalicioni vlen në këto dy komuna, apo ka pasur një bojkot të mobilizuar nga koalicioni vlen, pikërisht që të arrihet ky qëllim, mos arrihet cenzusi? Shive, në këto komuna thash, problemi parë është mos pastrimi i listave zgjedhore. Shive, Gostivari ka në bazë të regjistrimit fundit 59.000 votues rezident. A 59.000 banor rezident. 83.000 votues. A votuesit janë mosha mbi 18 vjet. Ku ka logjik kjo? Jo. Gostivari ka gati se numrin e njëjtë votuesës si Tetova. Nuk ka logjik. Nuk ka logjik. Komuna e Vrapçishtit nuk ka më shumë gurbeqi se komuna e Bogovinës, për shembull. Gostivari nuk ka më shumë gurbeqi mërgjimtar se Dibra apo Kërçova, për shembull. Pra thash, këtu është problemi i pastrimit të listave zgjedhore dhe problemi është e ish komune e Gostivarit, që e përmbante Gostivarin, Vrapçishtin dhe Mavrovën. Nuk kemi kështu problem, kemi vetëm në tre komuna. Pra zyra am e pastrimit listave në ish komunën e Gostivarit nuk ka funksionuar. Pra kemi me mira ndoshta të vdekur që ende figurojnë në listat zgjedhore. Domethënë kjo nuk ka logjik. Manastir kemi në krahasim me vitin 2021 zvoglohet numri i votuesve për 5.000. Në Prilep zvoglohet për 2.000, gjithandaj te komunat Maqedonisë zvoglohet. Në Gostivar rritet për 4.000. Ju po flisni për aktualitet dhe çështjet që janë administrative dhe krejtësisht të bazuara në fakte. Të përgjigjem, në Vrapçisht ka pas indikacione se ka pas bojkot nga ana e Vlenit, mosarritjen e cenzusit. Po, sepse janë në Gostivar nuk kemi pas indikacione të tilla. 467 votues. Pra, koalicioni Vlen në komunën e Vrapçishtit nuk ka marrë asnjë këshilltar për shembull. Unë mendoj që ato kanë pas mundësi dhe kapacitet marrë 2 këshilltar. Pra, pavarësisht sa AKI, Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, është më i fuqishëm se koalicioni Vlen, me përkraje, nuk mund të thuash se Vleni nuk mund të merë 2 këshilltar për 15 këshilltarë të mundshëm. Në Gostivar kemi pas indikacione se ka pas për bojkot. Aq më tepër që thash, VMRO të PMN-ja ka 5.000 vota në listën e këshilltarëve, ka fituar 5 këshilltar. Pra nuk ka pas bojkot, por mos harrojmë se në Vrapçishtit dhe në Gostivar ky fenomen nuk është prej tash. Se Vrapçishtit dhe vitin e kaluar s'kishte cenzus në zgjedhjet parlamentare, por nuk kërkohet. Nuk e keni ngrit këtë problematik zoti Snopçe. E kemi folën për pastrimin e listave zgjedhore çdo herë e themi, po nuk varet për nesh, ne nuk jemi ato që duhet të pastrojmë listat zgjedhore. Në Gostivar nuk ka pas maksimumi i daljes ka qenë 38% në çdo zgjedhje. Pra 29.000 veta kanë dalë në 2021-shin.
në votime në Gostivar. Pra ky problem ekziston, nuk ka gjasa Gostivari ke 83.000 votues, barabart me Tetovan, nuk ka gjasa. Pra 59.000 banor. Numri këshilltarëve në Gostivar prej 31 zvoglon në 31 zvoglon 23. Për shkak se hoqën mërgjimtarët, thash për cenzusin vlen mërgjimtarët. Shihni për cenzus. Edhe këtë ta dini. Analizohet gjithandej, askundi në Evropë s'ka cenzus. A bedin? Nas në shtet. Pra, kam analizuar këtë, e kam pyet drejt për drejt, pra, nuk ka as në region, në Shqipëri s'ka, në Kosovë nuk ka, Serbi nuk ka, Bullgari, Greqi, as çka skundi. Nuk ka edhe jashtë Evropës, Amerikë nuk ka, Australi nuk ka në Kanada, askundi s'ka cenzus. Po ç'është pikë kemi bënë? Pse cenzus këtë vetëm në Maqedoni për zgjedhjet lokale? Shihni, gjejshin zgjedhjet lokale të përsëritura në Shqipëri, në disa komuna, në Vlorë dhe në disa komuna tjera. A i dini sa ka qenë dalja? 18%. Në Shqipëri 18% ka qenë dalja. Gostivar cenzusi nuk ka rrit vetëm për 21 votë. Pra, nuk ka pas, pra, atë që ka qenë, doshta një pjesë qytetarëve, nuk e mohoj, kanë shpreh një farë rezistence, po normalisht nuk është rezistence të cilën e paraqesin këto të vëmërot të pëmënezë të vlenit në mënyrë të egzaltuar dhe me gëzim me lumturi, se ka qenë dështim i Akit dhe Aleancës për Shqiptarët, s'ka lidhje me atë, sepse nëse flasim për dështim, nuk do ishte diferenca aq e madhe në mes koalicionit Akit dhe vlenit me 13.000 vota. Pra, dështimi ka qenë edhe i qeverisë, edhe i vlenit në këtë kuptim. Pra ne tash vullneti demokratik i qytetarëve nuk mund të mohohet. Pra, hajde të shohim se vleni kur thotë dështim dhe egzalton ato gëzohen që do të çojnë për shembull një person të autorizuar nga ana e qeverisë, dhe kjo është diskutabile, a kanë drejt apo nuk kanë drejt, që për një 12 ditë të menaxhojnë Gostivarin dhe Vrapçishtin, po çfarë rezultati kanë arritur ato? Në vendvotimet e deputetëve të vlenit në Gostivar kanë nuk 6-1-7-1 diferencë. S'kan marrë vota as prej komshive të tyre. Pra çfarë nuk flasim për një sukses të vlenit tu dhe mos sukses të tjerë. Për cilat deputet të vlenit? Nuk është rëndësi. E din kush janë deputet në Gostivar. Po pse s'po i përmendni zoti Snomçe? Rregull, dihet kush janë deputet të vlenit nga Gostivari. Sepse zoti Snomçe ju thash që më tepër po flisni për aspektin teknik administrativ që ka të bëjë edhe me problemin e mospastrimit të listave, mirë po analizat shumëta që janë bërë edhe nga kjo studio, posaçërisht për komunën e Vrapçishit, kanë cilësuar se një nga problematikat kryesore për mos mobilizimin e qytetarëve për darë dhe për të votuar ka qenë labiliteti zotit Shabani, që ishte kandidat për kryetar komune në Vrapçisht, i cili njëherë u rreshtua me zotin Selen së bashku me Frontin Evropian, pasaj më vonë kaloi në anën e zotit Taravari me koalicionin Vlen, e që pasaj sërish për të përfunduar në Aleancën Kombëtare për Integrim. Dhe ky labilitet të zotit Shabani, në veçati edhe në përgjithësi edhe Aleancës që përfaqësoni ju, thuhet në bazë analizave që kanë bërë analistë të caktuar këtu, kanë thënë që kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore që ka demotivuar votuesit për të marrë pjesë për ta ushtruar të drejtën e tyre demokratike. Rregull tash, respekt dhe analizëve, normalisht analistët e kanë për obligim që të studiojnë të gjitha mundësitë dhe të gjitha shkaqet, implikacionet e kështu me radhë. Por edhe një herë përmendi, edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, kur ne ishim pjesë të vlenit dhe garonin kundër Frontit Evropian, në Vrapçisht në fakt nuk ka arritur cenzusi. Por për zgjedhjet parlamentare nuk kërkohet cenzus. Pra ky problem nuk është problem i këtij viti. Dakord? Pra është një problem i trashëguar. Prandaj unë mos i përsëris ato që thash. Duhet bëhet pastrimi i listave në këto 3 komuna. Jam i sigurt. Pra vetëm në fshatin Vërtok të Gostivarit ku kanë dalë në votime 200 votues, ne kemi identifikuar 18 të vdekur. Edhe ato që jetojnë në Vërtok vetëm shqiptarë. A duhet mbaj përgjegjësi ndonkush zoti Snomçe për këtë? Ka përgjegjësi, kjo ka përfunduar, kupton? Ne bëjmë apel që ta kryjmë punën në instancat që kanë për obligim përgjegjësi tani. Ndërsa Hisen Shabani fitoi 6.000 diçka vota. 6.000 diçka vota, që është një suport i jashtëzakonshëm. Pra Vleni ka pas, pse dia kishte 500 vota. Po Vleni leta 4 shifon rezultatin prap 2.000 vota do kishte. Rezultati prap ishte 3-1. Pra ne nuk mund të pajtojmë me vlerësimin dhe konstatimin e analistëve. Po në fakt me Meceferi 467 vota. Pra ne nuk mund të pajtojmë me konstatimi për lëvizje, po Hisen Shabani ishte në krahun tjetër. Pra në krahun tjetër në u bashkangjit neve, por kjo nuk besoj se ka qenë arsye për shkak se Hisen Shabani mori 6.000 kusur vota, mori një përkrahje jashtëzakonshme. Vullneti i qytetarëve në komunën e Vrapçishit ishte i qartë, i padiskutueshëm. Pra normalisht 6.000 kusur vota mori pavarësisht, ne e dim që Vleni ka pas kapacitet tash para që të merr 2-3 këshilltar.
pra në vend 500 të ketë minimum 1500 vota, po ja që mbjeli atyre pse nuk kanë dalë dhe pse kanë dash që të bëjmë problem në komunën e Vrapçishit, që nuk është rregull. Pra një shtet, një qeveri serioze nuk duhet të gëzohet nëse s'ka cenzus. Nuk duhet të gëzohet nëse në një komunë caktuar ka probleme dhe mos kemi kryetar legjitim të komunës. Instanca shtetërore, komunat dhe qeverisit lokale duhet të funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe konform vullnetit të qytetarëve. Pra ato e shprehin gëzimin dhe lumturinë e tyre se do të çojë një person të autorizuar nga qeveria të ushtrojë detyrën për 12 ditë. Para mendoni, në çfarë derexhe? Pra kjo është për të ardhur keq. Në çfarë derexhe janë katandisur këto të Vlenit dhe VMRO të PMN-s, të cilët në mënyrë publike shprehin gëzimin e tyre pse s'është arritur cenzusi. Por Hysén Shabani ka marrë përkraje me 6000 vota, për 6000 votave, që është një përkraje plebiscitare në atë komunë. Lëvizjet janë bërë, po unë nuk mendoj që ato kanë qenë arsye për cenzusin. Dakor. Zoti Snop, që në këtë drejtim ju paraprakisht përmendët edhe komunën e Bërvenicës dhe komunën e Kërçovës. Ju tani jeni deputet, por edhe si politikan, edhe si shqiptar, nga prizmi juaj na jepni një elaborim se çfarë ndodhi në komunën e Bërvenicës dhe në komunën e Kërçovës. Dëgjoni, pra përsëri lidhem me atë pyetjen e parë tash. Në fakt edhe në Kërçovë, sepse këtë pyetje kam shtruar ndaj më shumë mysafirëve që kanë pasur këtu. Në Kërçova kanë humbur shqiptarët apo ka humbur vetëm AKI apo në veçantë BDI? Domethënë, edhe kjo është një ndër arsyet, pra çka ndodhi në Bërvenicë në Kërçovë, edhe kjo është një ndër arsyet e dëshmon që vendimi i Aleancës për shqiptarët për dalë nga qeveria ka qenë i drejtë. Zoti Abedin, mendoj unë. Pse? Për shkak se në mes dy rathave zgjedhore u pa qartë se për të qenë nën tutelën e VMRO-s, duhet VMRO-s të dorëzohen koncesione të mëdha, madje edhe të rënda. Pra, partitë e mbetura në Vlen hyrën në një labirint të VMRO të PMN-s në mes dy rathave zgjedhore. Vetëm te ky moment, a ka pasur marrëveshje të tillë para se të hyni në koalicion qeveritar mes VMRO dhe koalicionit Vlen, zoti Snop, që a është diskutuar komune? Nuk kam informacion se ka pas. Sepse ka qenë bashkëpartiaku juaj ka qenë pjesë e negociatave, zoti Azer Aliu, ministri aktual, ka qenë pjesë e negociatave që ka zhvilluar grupi i Vlenit me VMRO. Domethënë normalisht si partner koalicioni, logjikshme është që të japësh mbështetje reciproke. Aty ku kandidati jot shkon rreth të dytë të përkrahej VMRO dhe aty ku kandidati i VMRO-s shkon rreth të dytë të përkrahen ne kandidatin e VMRO-s, normalisht, po... Sepse jo zyrtarisht është diskutuar shumë se ka pasur një marrëveshje të tillë mes VMRO-s dhe Vlenit. VMRO nuk zgjori kandidat, normalisht, po jo vetëm to zgjedhje, VMRO nuk zgjori kandidat e zgjedhjeve e kaluara, sa e duan, 2021-shin. Po sidoqoftë, ta përmbylli idenë, pra të kthejmë konkretisht. Për të qenë në tutelën e VMRO-s duhet asaj të jepet koncesione të mëdha, madje të rënda dhe fatkeqësisht ato të Vlenit kanë pranuar gjithçka që kërkohet nga ato. Jo rastishme ishte deklarata e Kristian Mickoskit, që tha VMRO ka sakrifikuar goxha për Vlenin në rrethin e parë. Pra ka sakrifikuar. I quajti viktima votimit të tij. Pra, domethënë çka? Ai tha ne kemi plan. Dhe plani ati u realizua, pra pas rrethit parë, pas butelit, pra ai dha mesazh të qartë, praktikisht tash edhe parës. Dëshironte ta mbështjellë votuesin e Vlenit me atë mbështjelljen e frikës dhe konfuzionit, që nëse nuk e votoni kandidatët Maqedonas në këto komuna, atëherë vinë në pyetje koalicioni. Dhe imagjinojeni që deri në çfarë drejtë shkoi kjo. Deri në drejtën që Vleni nuk e përkrau kandidatin e vet në Bërvenic, por në Bërvenic nuk ishte kandidati i Akit, ishte kandidati i Vlenit. Ato u hoqën, pra, patrupsisht, në mënyrë paradoksale të çuditshme, nga përkrajet të kandidatit vet. Pse? Për shkak të tyre koncesioneve për të vazhduar me qenë nën tutelën e VMRO të punës. Pra, është e kuptueshme që VMRO dhe udhëheci i VMRO-s të ketë plane, por është trafik kombëtare që ti të shërbesh këtyre planeve. Prandaj, unë them se ne s'kemi gabu që lëshëm qeverinë. Që ato që dikur kërkonin ridefinim të shtetit, në mes dy radhave nisin të përdorin terma që përkatësia etike është shumë më e rëndësishme se përkatësia etnike. Imagjinoni, ashtu deklarate vinte nga liderët e Vlenit në mes dy radhave. Ato që kërkonin ridefinim erdhën në situatë që të publikisht të thënë që përkatësia etike është më e rëndësishme se përkatësia etnike. Unë e citova Dario Fon një prononcim në Facebook, një shkrim që thash se ato sillen në formën që jemi në baltë deri në fyt
dhe prandaj ecin me kokën lart. Pra ato ecin kokën lart, unë shpresoj se mos jenë balë deri në fyt. Pra edhe kjo Brvenica është një ndër arsyet fenomeni i Brvenicës, që në mënyrë eksplicite dëshmon se Aleanca për Shqiptarët ka pas drejt kur ka dalë për qeveria. Pra që ti themi stop këtyre projekcioneve. Fatkeqësisht vleni u dha këtë mundësi. Kërçova ndodhi si ndodhi, normalisht është fakti pamohshëm, që kandidati Maqedonas ka fituar në Kërçov, se më tepër janë votues shqiptar atje, po sidoqoftë nuk hym në atë detaj, sepse fundit ka qenë kandidati Akit me kandidatin e VMRO të PMN-s, vleni, një pjesë të vlenit ka votuar për kandidatin Maqedon, pra okay, edhe kjo është legjitime, po është për të ardhur keq se si vleni nuk e përkrau kandidatin e vet në Brvenic. Pra deri në këtë drejtë shkum. Po s'ka mbulet, s'ka arsye. Po ç'është arsye? Mickovski triksoi, i çoi do selame do mesazhe dhe këto prej frike pra bën unë kisha thënë këtu më tradhti kombëtare. S'ka diçka tillë. Zotë Snom që nga mënyra se si po e interpretoni analizën për Brvenicën dhe Kërçovën, po rezulton që në Kërçovë po e relativizoni humbjen e zotit Deari, ndërkaq po flisni me shumë emocion për humbjen në Brvenicë. S'ka relativizon, zoti Deari ka humbur në Kërçovë për shkak se një pjesë e konstitueshme të votave të sigurisht për krahasve të Vlenit, supozoj, kanë votuar për kandidatin VMRO të PMN-s, shumë qartë është puna. Po, sepse numri i votuesve shqiptar është më i madh se numri i votuesve maqedon atje. Dhe plus ne dim, pra sipas informacioneve që kemi nga Kërçova, 5000 mërgjimtar erdhën të votojnë për kandidatin shqiptar. Pra 2800 nga Zvicra, 700 nga Austria, 1200 nga Gjermania, 300 nga Amerika. Ato janë të evidentume. Pra ato vinë dhe sakrifikojnë prej mërgates të votojnë për kandidatin shqiptar. Ndërkaq. Domethënë prandaj tash, ato sidheshin se etika është më e rëndësishme se etnike. Prandaj unë edhe një herë bëj apel zotit Afrim Gashi, kryetarit të parlamentit. Caktoje zgjedhjet e përsëritura gostivarë dhe vrapçisht para vitit 3. Mos i maltretojnë mërgjimtarët. Janë se janë këtu ta shfrytëzojnë drejtën e votës dhe të shihet pesha e vërtet mërgjimtarëve. Të shihet sa do të kemi census atëherës kur do jenë mërgjimtarët. Pra, i hoqen prej mundësisë të përcaktojnë numrin të kenë ndikim në përcaktimin e numrit të këshilltarëve, të mundsojnë të votojnë. Kjo është drejtë ekskluzive e kryetarit të parlamentit zoti Afrim Gashi. Prandaj do të tregoj autonomi të plot se nuk ndikohet nga dikush tjetër dhe të cakton të shfrytëzon të drejtën e tij ligjore, sepse ligji thotë jo më gjatë se 60 ditë. Nuk thotë afat shkurtum nuk ka. Jo më shumë se 60 ditë, ai mundet edhe për 20 ditë, për 30 ditë. Pra ligji nuk e kufizon. Dakor. Jo më. Është prej nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor të organizohet. Prandaj bëj apel edhe një herë. Caktoje derisa janë mërgjimtarë, le të votojnë mërgjimtarët. Ta shohim peshën e tyre, verdiktin e tyre, vullnetin e tyre, ndikimin e tyre, implikimin e tyre në zgjedhjet në. A besonin këtë apel që po a bëni zotit Gashi se zoti Gashi mund të veprojë në mënyrë të pavarur dhe pa qenë ndikuar? Unë besoj se zoti Gashi mund të veprojë dhe prandaj them të tregoj se është autonom dhe nuk bie prej ndikimeve qoftë të VMRO-s, qoftë të dikujt tjetër. Pra, le të tregoj konzistencë, le të tregoj vendosmëri, le të zbatoj ligji. Ligji thotë jo më gjatë se 60 ditë. Para vitit 3 është në kuadër të afateve jo më gjatë se 60 ditë. Le të mundsojmë mërgjimtar dhe ka do të jetë shumë i popularizuar. Do të dëshmoj që është i pavarur. Pra, kjo është mundësi që zoti Gashi në mënyrë drejt për drejt të dëshmoj pavarësinë e tij si kryetar parlamenti. Dakor. Zoti Som që kur folet për Brvenicën, kur e kemi pyetur zoti Mexhidin nga kjo studio pas përfundimit të zgjedhjeve se çfarë ndodhi në Brvenicë, zoti Mexhidi e bëri një elaborim duke thënë që ka qenë gabim i zotit Haqim Ramadanit që në raundin e parë ka garuar si kandidati i Vlenit, e në raundin e dytë doli si kandidati i pavarur, madje zoti Mexhidi tërheqi një paralele krahasuese me komunën e Dollnenit, ku tha që koalicioni Vlen edhe në komunën e Dollnenit ka pasur kandidatin e saj, është përplasur me VMRO-n dhe e ka fituar VMRO-n për shkak se nuk është ngritur zhurmë dhe pluhur nacionalist nga kandidati i Vlenit në komunën e Dollnenit. E kundërta ndodhi në komunën e Brvenicës, me çka ka ndikuar, sipas zotit Mexhidi, ka ndikuar në mobilizimin e votuesve nga pala maqedonase që do thot mos të lejojnë që të fitojë zoti Ramadani. Pra, me një farë forme, humbja në komunën e Brvenicës është arsyetuar kësaj faji tek kandidati që ka dali pavarur në raundin e dytë dhe faji tjetër që ka nxitur një retorik nacionaliste.
Do me thënë, shire, normalisht se... Nga që keni dëgjuar, zoti Azizi ju ka akuzuar juve që ju në fakt, BDI në fakt e ka shitur Kërçovën dhe Brbenicën. Shefi i shtabit atë Nën Azizi. Nën Azizi. Okej, do të faktikisht normalisht, ato janë deklarata hipokrite, normalisht. Nuk ka nevojë ne të mbrohemi ose të arsyetohemi, as për deklaratën e zotit Izet Mexhiti, as për deklaratën e zotit Adnan Azizi. Do të thënë, popullata e din çka ndodhi, unë paraprakish e potencova. Pra mos i përsëris fjalitë e njëjta, pra çka ndodhi në Brbenicë. Domethënë, pra Brbenicë ka qenë kandidat Maqedonas dhe Brbenicë ka më shumë votues shqiptar se Maqedonas dhe fakti është që vleni pavarësisht çfarë deklaron zoti Izet Mexhiti, pavarësisht çfarë deklaron zoti Adnan Azizi dhe gjithkusht tjetër, dihet se u shit loja pas deklaratave dhe kanoses së kryeministit Mickoski. Pra vleni nuk qëndroi konsekuent, u friksua. Ndërsa në Dolnen kryetar ka qenë edhe ashtu shqiptari ka qenë kryetar, nuk ka qenë Maqedonas në Dolnen kryetar. Kupton dhe tash në vend që të jetë i BDI-s, ka qenë i BDI-s, pra kandidati i Akit ishte në Dolnen, hupi rrethin e parë ka shi kandidat Vlenit dhe Aki nuk bëni problem në Dolnen. Kupton, Aki nuk bëni problem në Dolnen dhe jo rastësisht fitoi kandidati i Vlenit në Dolnen. Kështu që çdo koment tjetër është tepruar, qytetarët vetë vlerësojnë këtë. Pavarësisht edhe ato që mohojnë në nënvedinë e tyre jam i sigurt se e din se çka është e vërtet që ndodhi në mes dy radhëve zgjedhore dhe kjo tradhtia që ndodhi në Brbenicë. Dakor. Zoti Snop që ne pak para e diskutuam, mirë po kalim shpejt, po nuk morëm një përgjigje shumë të qartë, prandaj do duhet të rikthehemi sërish te kjo temë. Kur ASH-ja udhëhequr nga krahu i zotit Aravari vendosi të dalë nga koalicioni Vlen dhe për të përfunduar në koalicionin për Aleancën Kombëtare për Integrim. Ju e dinit që në anën e zotit Ahmeti ndodhet edhe zoti Sela. Çfarë ka ndikuar që nuk arritët do t'i te kaloni natët e së kaluarës dhe në fakt në cilën anë ishte blokada, në anën tuaj apo në anën e zotit Sela, që armiqsinë e tanishme ta shndrroni në miqsinë e dikurshme. Në këtë drejtim, pyetja e radhës që a mund të parashihet që në zgjedhjet e ardhshme kurdo që do të ndodhen parlamentare mund të kemi ASH-n e bashkuar? Dëgjoni tash, ne kur hynëm në koalicionin Aleancë Kombëtare për Integrim, si Aleancë për Shqiptarët... Ju e dini se është aty zoti Sela, po? Normalisht, faktikisht ne, po sidoqoftë, me frontin evropian, bisedat e Arben Taravarit dhe marrëveshja ishte me zotin Ali Ahmeti. Dakord, dhe ne në fakt, ne marrëveshjen e koalicionimit dhe të funksionimit të këtij koalicioni, në fakt, e kemi bërë me zotin Ali Ahmeti. Dhe zoti Ali Ahmeti është përgjegjës për pjesën e vetë të frontit evropian. Dakord. Pra kush është në frontin evropian tash, kush vazhdon, kush ka qenë, kush nuk do të jetë, ne nuk e dim. Pra marrëveshja ka qenë në mes zotit Arben Taravarit dhe zotit Ali Ahmeti. Po normalisht në çdo listë këshilltarësh, edhe në komunat ku ka pas BDI-ja kandidatët, edhe në për komunat në kuadër të Akit, edhe në komunat ku ka pas Aleanca për Shqiptarët kandidatët në kuadër të Akit, edhe në komunat kur ka pas zoti Zjani Sela kandidatët në kuadër të Akit, ne kemi pas kandidat për këshilltar gjithandej. Pra struktura ka dhënë kontributin atë sa ka mund, gjithandej, dikundi më tepër, dikundi më pak, dhe koalicioni ka funksionuar. Tash, a ka pas impact në rezultat kjo? Ndoshta ka pas, edhe kjo është pjesë e analizës që mund të bëhet dhe mund të diskutohet më gjerësisht. Po sidoqoftë, ne kemi funksionuar si kemi funksionuar. Ne kemi dhënë mbështetje. Pra struktura e Aleancës për Shqiptarët në Struk ka dhënë mbështetje edhe kandidatit edhe listës së këshilltarëve. Po kjo është e padiskutueshme. Struktura e Zjadin Selës në Gostivar na ka dhënë mbështetje. Pra normalisht edhe vetë ka qenë pjesë e listës për këshilltar. Ne kemi bërë fushat bashk. Para qytetarëve kemi dalë bashk. Kemi folur, kemi kërkuar për kraje. Pra gjithandaj ka funksionuar kjo gjë. Tash normalisht, si ka qenë perceptimi dhe përshtypja e qytetarëve, është në çështje tjetër. Normalisht, si historikisht ka ndodhur dasi politike. Po, sepse janë parë tubime ku në një tubim të caktuar tazëm në Likov ka qenë zotit Aravari për kam munguar zotit Sela. Po ne nuk kemi mund të mbulojmë çdo tubim bashkërisht. Nuk ka pas mundësi teorike. Jo, çështja ishte për të reflektuar pasqyrën e bashkëpunimeve. Sepse në Gostivar për shembull ke fshatra të mëdha.
kur bën tubim në fshat të madh, duhet të jetë njëri prej liderëve. Nuk mund të bësh vetëm me strukturën e degës, dhe gjithandej. Dakor. Nuk janë tubime vetëm në nuk ka rastis që në tubime të caktuar të mungoj zoti Ahmeti dhe të jetë zoti Taravari, zoti Celi. Ajo ka qenë me dirigjim të shtabit qendror. Ata e kanë bërë planin. Në shtabin qendror ka pas përfaqësues edhe të gjitha partive në kuadër të Besalidhes dhe ato kanë bërë agjendën. Për shembull, edhe unë kam qenë kryetari i shtabit të Aleancës për Shqiptarët, kam qenë në komunikim zakonisht me kryetarin e shtabit të Akit Faton Ahmeti, i cili normalisht në çdo herë më bënte listë dhe kërkonte a ka ndryshime, a ka shtime, a ka probleme dhe konfirmonte gjithçka. Pra kemi qenë në koordinim. Pra shtabi ka bërë agjendën. Po Dakor që mos të ndalemi shumë te kjo pjesë zoti Snopçe. Në fakt, tani çfarë relacione për momentin keni me zoti Arben Fetajin, zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë, dhe në fakt a shihni rrezik nga zoti Fetaj në kuptimin e konkurrencës apo tërheqjes së antarësisë së Aleancës për Shqiptarët? Shive, Aleanca për Shqiptarët tash është parti e ndarë në tre pjesë, zoti Snopçe. Aleanca për Shqiptarët e ende, pra tash e ndarë në tre pjesë. Kjo është e pamohueshme, zoti Snopçe. Shqipëri tash, Aleanca për Shqiptarët ka një kryetar që quhet Arben Taravari, edhe pse ende është në proces gjyqësor, por kryetar legjitim me vulat e Aleancës për Shqiptarët është ende Arben Taravari. Kupton, Arben Fetaj mund bëjë fraksion, mund bëjë parti tjetër, normalisht, po nuk është me rëndësi kjo. Normalisht. Arben Fetaj është pjesë e pushtetit. Dakor? Me pjesën e përkrasëve të vetë në kuadër të Vlenit. Ne do vazhdojmë të jemi opozit, thash, dhe jemi faktikisht gardian të mbrojtjes së interesave të shqiptarëve dhe qytetarëve të Maqedonisë në përgjithësi, do vazhdojmë të jemi korrektor i pushtetit, pra pavarësisht fitores dhe frymës euforike ndoshta që bizuton për momentin, ne ende vazhdojmë me bindje të plot të themi se me krenari dhe me dignitet do të japim kashillok gjitha tendencave kryesisht që vinë nga VMRO dhe PMN-ja për të kthyer situatën përpara marrëveshjes së Ohrit. Pra me heqjen e balansuesit, me tentativën për shfuqizimin e ligjit për gjuhë shqipe e kështu me radhë. Pra ne jemi gardianët më të fuqishëm. Ato vazhdojnë të sillen në këtë mënyrë. Silleshin në mes dy radhëve zgjedhore, pra deklarata e Mickovskit, interesant është. Ato sillen me atë triumfalizmin e vet, pra kishin deklaratë edhe për rekonstruimin e qeverisë, përsëri Mickovski ja mohoi deklaratat e Vlenit që do të ketë një ministri plus shtesë, pra në mënyrë kategorike e mohoi. E patëm gje sjelljen e ministreshës për arsim, e cila në mënyrë publike shpreh averzionin e saj dhe padurimshmërinë e saj ndaj përdorimit të gjuhës shqipe. Pra kryetari i TTO-s zoti Bilal Kasami flet shqip, ajo averzionin e shpreh. Pra ajo nuk i drejtohet zotit Bilal Kasami, po ajo në këtë mënyrë i drejtohet gjithë shqiptarëve. Ajo haron se është ministre e një institucioni shumë me rëndësi të arsimit. Në këtë shtet ka 287 shkolla fillore ku mësohet në gjuhën shqipe. Ka 41 shkolla të mesme ku mësohet në gjuhën shqipe. 3% të nxënësve në shkollat fillore të mesme janë shqiptar. Ajo shpreh një mosdurim. Ajo haron se jo se është drejt për përdorimin e gjuhës shqipe, jo se është një komunikim i thjeshtë, por është dinjitet, është barazi, është identitet. Dhe kur një ministre e shpreh revoltën në atë mënyrë, imagjino se çfarë qasje kanë gjuhës shqipe. Prandaj ne do vazhdojmë të jemi gardian të këtyre fenomeneve deviante. Arben Fetaj le të vazhdojmë në kuadër të pushtetit. Tani ato kanë, siç thotë paraprakisht, edhe pushtetin qendror edhe pushtetin lokal dhe nuk mund të referohen dhe të arsyetojnë për mosuksesat e tyre të qerit. Pra e kanë përgjegjësinë plot. Unë uroj sukses dhe uroj realizimin e premtimeve dhe projekteve, por për momentin që nuk shoh se ka dritë në fund të tunelit. Jemi krejt në fund, mbase e keni dëgjuar edhe deklaratën e bashkëvendasit tuaj, ministrit të shëndetësisë zoti Azir Aliu, kur u pyet se nëse do të mund të ndërrohej dhe resori i shëndetësisë të merret Vlenit, zoti Aliu përgjigj se këtë vendos qeveria, posaçërisht kryeministri. Se komentoni ju këtë përgjigje? Po kjo është në vazhdën e qasjes dhe pozicionimit të Vlenit. Pra në të kaluarën ne dishim se edhe në kohën e ish PDSH-s, Partisë Demokratike Shqiptare, në kohën e Arben Xhaferit, po dorën zemrën edhe kohën e BDI-s. Pra referencat ishin se lideri i partisë i përzgjedh ministrat me në partia. Po partia lideri i partisë ka fjalën kryesore dhe ja propozimin që duhet kalojë në organet partijake.
Po në kuadër të kësaj qasje dhe pozicionimi se kush janë gazdallar dhe si funksionojnë këto të blenit, pra argument ma eksplicit dhe ma konkret se ajo që ka thonë ministri në fjalë nuk ka, pra s'kam koment. Pra kjo dëshmon se si funksionojnë këto të vlenit. Pra nuk kanë një autonomi në përzgjedhje në vendimmarrje. Po si thot Mickovski që ashtu bëjnë, edhe kur kanoset, pra edhe është të tjesh në tutelin e VMRO-s duhet të japish koncesione të mëdha. Mirë, për qenë korrekt edhe me opinionin publik, në momentin kur diskutoj edhe për rikonstruimin e qeverisë dhe kur zoti Mickovski tha që VMRO është partia më e madhe në vend, unë jam kryeminist dhe unë vendosi për gjithçka, përgjigjja ndaj koalicionit Vlen ka qenë menjëhershme, nuk ka qenë vonuar, të cilët ju kundër përgjigjen që nëse VMRO është partia e parë dhe më e madhe në vend, koalicioni Vlen është partia e dytë. Pra ndaj për çështje tek shqiptarët vendosin ata vetëm për hir të korrekcisë. Nuk kemi pas ne përgjigje. Zoti Snop që me kemi klik në fond edhe ju kemi juve këtu për herë të parë. Kur u diskutonin negociatat për derisa ishit pjesë e koalicionit Vlen, për cilët folët edhe me mlef edhe me nostalgji, është diskutuar edhe emri juaj për qenë kryetar kuvendi. A është e vërtet kjo çështje? Me mlef asnjë s'kam fol. A është e vërtet zoti Snop që ju jeni lakuar se emër për qenë kryetar kuvendi? Në kuadër të koalicionit Vlen kur ishit? Jo, në kuadër të koalicionit Vlen kishte 14 deputet. Numri më i madh i deputetëve ishte i Aleancës për Shqiptarët, 5 deputet. Ashtu. Normalisht, për shkak se numri më të madh të deputetëve, faktikisht po të donte Aleanca për Shqiptarët, nuk mund të mohej. A është diskutuar emri juaj? Normalisht po në organet partijake, po unë kategorikisht e kam refuzuar atë. Pikërisht këtu, pse zoti Snop që e pat si një përgjegjësi të madhe që nuk mund ta mbartni dot, apo cila ishte arsyeja që ju nuk e pranuat këtë sfidë mbase edhe dëgjoj, faktikisht kur e them këtë, kjo është diskutuar jo në kuadër të Vlenit, por në kuadër të Aleancës për Shqiptarët. Dakor. Edhe Arben Taravari si lideri i Aleancës për Shqiptarët, si personi kyç që komunikon me liderët e tjerë të Vlenit, e kishte këtë informacion dhe ai nuk shprehu atë interesin. Po normalisht po të kishim në interes të marrim kryetarin e parlamentit do mirnim, sepse ne kishim numër më të madh të deputetëve. Po nuk kishim interes, normalisht pse? Mendoj se si deputet, si kryetar parlamentit je një organ protokolar më shumë. Faktikisht si deputet mendoj që ka mund të jap kontribut më të madh, ndihmë më të madhe, të jem më aktiv në proceset dhe në iniciativat gjithnjë pro interesave të qytetarëve dhe kjo ka qenë ndoshta arsye, faktikisht s'ka qenë diçka tillë, nuk ka pas diçka ekskluzive. Zoti Snop që për ta përmbyllur krejt në fond, me këtë rezultat të zgjedhjeve lokale që e kemi sot, a prisni zgjedhje të parakohshme parlamentare? Shimni Abedin, përpara zgjedhjeve, ne thonim që të arrim, ju e përmendët në referendum ku të di çfarë ande keni pavarësisht. Jo, unë e përmenda që e keni përmendur ju, zoti Snop. Jo, e përmendet se dakor, do të jemi po. Do të thënë ne si pra të jemi të sinqertë, të flasim me sinqeritet. Pra, unë çdoherë tentoj të flas me sinqeritet. Ndoshta donjëherë mund të gaboj, kuptoni ose po unë shpreh mendimet e mia ashtu siç mendoj. Dakor? Dhe ne vërtet kemi pritur që të arrijmë rezultat më të mirë. Me numrin e përgjithshëm të votave, ne kemi pritur një diferencë prej 50.000 votave. Ka Shqipërinë, por fatkeqësisht gjysmën e asaj e keni. Pra nuk doli, ne kishim diferencë prej 22.000 votave. Pra 50%, më shumë se 50%, më pak se pritjet tona. Dhe ne, po të arrinim atë rezultat që prisnim, ne thonim, pra liderët thonin, atëherë do japim fakturën zotit Mickovski se vullneti i shqiptarëve është i tillë dhe duhet patjetër të shkojë zgjedhje parakohshme që shqiptarët të përfaqësojnë përfaqësuesit tyre legjitim. Kuptoni ose jo. Por ja që me këtë rezultat ne edhe me kërku zgjedhje parakohshme, kjo nuk do mirret në konsiderat për shkak se pala tjetër e konsideron veten si palë fituese, edhe është e vërtetë se kanë më tepër komuna. Dakor? Po. Por jo me kërkesën tonë, por unë mendoj që vetë kryeministri do të shkon zgjedhje parakohshme, se do ketë patjetërsueshme. Sepse kryeministri për momentin në mënyrë kategorike jep deklarata publike që nuk kanë dyshime kushtetuese, pa ndonjë garancë kështu me radhë, por ne e pam raportin e Unionit Evropian 2 ditë me 2 ditë mbas. Edhe deklaratën e martë. Pra ato thanë në mënyrë eksplicite që qartë se nuk ka rrugtim evropian pa ndryshimet kushtetuese. Nuk keni reformën e gjyqësor dhe atë që përmenda. Luftoni korrupsionin, thanë. Pra ishte një raport shumë negativ në krahasim me Shqipërinë, edhe pse Mickovski thotë se jemi para. Pra kjo është për shembull deklarata politike. Etash.
Mickovski nuk besoj se do arrijë të qëndroj ka shiktyre presioneve. Imagjinoni, në vitin e kaluar, këtë vit, Shqipëria ka fituar 100 milion euro ndihmë nga Unioni Evropian, produktimin evropian, Maqedonia vetëm 16 milion euro. Maqedonia do vazhdojë të bllokohet dhe nuk mund të rezistojmë. Do të jetë patjetërsueshme mendoj unë të ndrojë qasje. Dhe në momentin që kryeministri do vendos që të ketë dyshime kushtetuese, jam i sigurt se do shkojë zgjedhje parakoshme që të merë një suport, një mandat 4 vjeçar, sepse për momentin ka suport jashtëzakonshëm të Parlamentit Maqedonas. Pra, unë mendoj që vetë kryeministri do shkojë zgjedhje parakoshme pavarësisht kërkesave tona. Mendim im. Dakor, zoti Snopçe, ne këtu e përmbyllim këtë diskutim. Faleminderit që ishit prezent dhe ne do të vazhdojmë ta ndjekim edhe aktivitetin e opozitës edhe të pushtetit që pastaj të diskutojmë këtu për çështjet që ndodhen. Faleminderit David, faleminderit për mundësinë. Normalisht unë tentova të jap mendimet ashtu siç mendoj unë. Pavarësisht dëgjuesit dhe publiku a pajtohet a nuk pajtohet. Pra, edhe kjo është. E marrin, dakor. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, deri në takimin e radhës, pra mirëmbëjtje.